Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në emër të Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Hamd, mirënjohje dhe falënderim i shprehim dhe i shqiptojmë vetëm Allahut xhallashanuhu, krijuesit tokës dhe qiellnave, mëshiruesit, mëshirbërësit. Salavatet tona, përshëndetjet tona qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi shokët e tij të ngushtë dhe mbi gjithë ata besimtare që kanë besuar dhe kanë ndjekur rrugën e tij dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditë llogarie. Të nderuar besimtar e besimtare, të dashur vëllezër e motra, jemi në muajin Ramazan, në muajin e mëshirës, në muajin e bujarisë, në muajin në të cilin zbriti Kur'ani dhe ndriçoi zemrat e njerëzve, në muajin në të cilin Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam ishte ai që ndryshonte veten duke u shndruar, thoshin shokët e tij, në aspektin e bujarisë, sikurse është shpresëdhënëse era para shiut me bollëk. Ndaj në këtë muaj, të nderuar besimtare, le të jemi nga ata të cilët do të shfrytëzojmë rastin dhe mundësinë për të ngritur veten, për të rritur veten në aspektin moral e etik, në aspektin shpirtëror, në ato nivele me të cilat Allahu do të ishte i kënaqur me ne. Sot le të flasim për një temë për të cilën do të doja që të hedhim pak dritë për çështjen e lloj-llojshmërisë së adhurimeve apo ibadeteve. Përse feja islame kështu na angazhon neve dhe na ngarkon neve me obligime të lloj-llojta. Jo i të njëjtit lloj, por më të tepër lloje, për shkak se të gjitha këto lloje të ibadeteve janë ata të cilët lënë gjurmë të thella tek shpirti i njeriut. Njeriu si qenie, gjithsesi është pjesë e natyrës, dhe nëse shohim nga ajetet kuranore, Allahu xhallashanuhu ka marrë si shembull se jeta e njeriut i ngjason shembullit të një bime. Atëherë le të ndalemi pak tek bima. Bima ka nevojë për tokë pjellore. Bima ka nevojë për ujitje. Bima ka nevojë për temperaturën e diellit. Bima ka nevojë gjithsesi edhe për dritën e tij. Bima ka nevojë edhe për punën e tokës. Bima ka nevojë edhe për pastrimin e atyre bimëve të tjera të cilat ja morin forcën që ajo të mos zhvillohet si duhet. Kështu do ta kuptojmë se një bujk i mirëfillt e njeh mirë se çka duhet të bëjmë me një bimë që në fund të marr frutin e saj. Pra, nëse kështu qenë ka rreth bimës, kurse njeriu është si qenie pjesë e kësaj natyre, po ashtu edhe njeriu ka nevojë nga brendia e tij që jo vetëm pasi të lind dhe pasi të prindërit e tij t'ia zgjedhin një emër të mirë dhe të bukur, pasi që ai të fillojë të rritet dhe të angazhohet me edukimin e tij në bankat shkollore, pasi ai të rritet dhe të fillojë me angazhimet e jetës, do thotë në gjitha aspektet, Allahu xhallashanuhu për ta kultivuar, për ta ujit këtë bimë, për ta ngrit, për ta zhvilluar, për të dhënë frutin e duhur, Allahu xhallashanuhu për ne ka parapar lloj-llojshmëri të ibadeteve. Kështu namazi neve, të nderuar vëllezër dhe motra, është ai i cili neve na angazhon 5 herë në ditë të përgjigjemi fjalës së Allahut xhallashanuhu. Një person i cili e ka mësuar veten që 5 herë në ditë të përgjigjet fjalës së Allahut xhallashanuhu, thirrjes së tij nuk do mend se një shpirt i tillë është ai i cili do të ngritet dhe do të zhvillohet. Çështja e Ramazanit është një herë në vit, mirë po në fakt është 30 ditë, një muaj i tërë, një trajnim shpirtëror e fizik. Çështja e zeqatit gjithsesi është nga ajo që fitojmë nga kjo botë, neve e ndajmë dhe luftojmë
atë lakmin ton duke ndarë atë që kemi me ata që nuk kanë. Çështja e haxhit është një obligim një herë në jetë për një person që ka mundësi. Kështu, kjo lloj-llojshmëri neve na tregon se njeriu ka nevojë për të bërë sikur ajo bima deri në fundin e saj kur t'jep frytin e saj, atëherë i u dashka që kohë pas kohe këto obligime neve të na ngarkohen. Mirë po, njeriu gjatë jetës së tij gjithsesi, me që është qenie që konsumon dhe ne vazhdimisht konsumojmë dhe kemi atë aspektin material, nuk është vetëm ushqimi ynë ai që neve konsumojmë. Ne konsumojmë edhe në aspektin shpirtëror, por si është ky konsum? Ky konsum është gjithsesi në kuptimin e shikimit, sepse ne edhe me anë të shikimit ton ne konsumojmë. Me anë të dëgjimit ton ne konsumojmë. Me anë të fjalëve tona që flasim dhe që na flasin të tjerët gjithsesi ne konsumojmë. Edhe ato mendime të cilat janë dhe krijojnë në mendjen ton janë konsum i atyre që ne konsumojmë brenda ditës, brenda muajit, brenda vitit, brenda jetës. Ndaj gjatë kësaj periudhe kohore, ndoshta neve kemi konsumuar gjëra të cilat nuk është dashti kemi kurse ata gjenden brenda shpirtit ton. Është muaji Ramazan i cili pastron ato elemente të cilat neve nuk na nevojiten brenda shpirtit. Është namazi i cili gjatë faljes së tij na largon nga ato elemente të cilat e ngarkojnë shpirtin ton. Është dhënia e zakatit, ai elementi që na ngarkon neve nga mendimet e lakmis, nga elementi i dorështrënguarjes së njerëzve të cilët në vazhdimsi ndikohen nga rrethanat e ndryshme të cilat neve na paraqiten dhe gjatë haxhit është një herë në jetë, është një përkujtim një përkujtim simbolik i takimit të një besimtari dhe besimtareje me Zotin dhe është një paralajmërim se një ditë para Allahut do të dalim dhe do të japim llogari. Ndaj kjo lloj-llojshmëri të nderuar vëllezër e motra qenë ka ai elementi kyç që neve të na kultivoj përveç trupit ton që na kultivon, që na rrit, që na zhvillon çështja e ushqimit, neve na kultivon edhe ibadeti apo adhurimi për të cilin ne po flasim tani na kultivojnë shpirtin ton. Kështu shpirtat ton do të vinë në nivele me atë që Allahu xhalleshanu do të jetë i kënaqur dhe i kënaqur dhe razi me jetën tonë, me veprat tona dhe jo rastësisht ne shpeshherë përmendim fjalën e Allahut xhalleshanu i cili thot vërtet namazi jon, kurbani jon, jeta jon edhe vdekja jon le të jetë vetëm për hir të Allahut xhalleshanu. Pra, kjo shumë lloj-llojshmëri e këtyre ibadeteve është për shkak se çdo lloj ibadeti le gjurmë të veçanta në shpirtin ton. Ashtu siç tham se bima kishte nevojë për dritën e diellit, për temperaturën e tij, mirë po bima nuk ka nevojë edhe për temperaturën e tepruar të diellit për shkak se ajo do të thahet. Bima ka nevojë për ujitje, por bima nuk ka nevojë për ujitje të tepruar nga shkaku se ajo do të kalbet. Kështu secili prej nesh duhet të ketë parasysh se këtë program për të cilin Allahu xhalleshanu na e ka parashtruar neve gjatë jetës son është vetëm për të mirën ton. Dhe kjo shpirt gjerësi, ky nivel i lartë i aspektit shpirtëror, shumë më lehtë kemi që ta shohim në shembujt e jetëve të pejgamberëve. Në mesin atyre pejgamberëve, sepse në kohën në të cilën ne jetojmë, ne jemi nga ata të cilët me të vërtet jemi të stërngarkuar me fjalë të tepruara, nga rrjetet sociale, nga përcjelljet e thashethemeve dhe nga gjitha ato elemente të cilat me të vërtet në jetën tonë nuk na duan fare. Mirë po, jemi në një kohë kur këto janë gjëra të cilat ne duhet ballafaquar me ta dhe duhet menaxhuar si duhet që të bëjmë një vetë kontroll mbi veten tonë. Kështu shpesh herë biem sakrificë, biem kurban e fjalëve të panevojshme dhe të tepruara. Se si është një shpirt i pastër, si është një shpirt i edukuar nga adhurimi, nga ibadeti, nga besimi në Zotin një, le ta shohim Jusufin a.s. në një kohë kur vëllezërit e tij
ishte një e vërtet, ishte një realitet i hidhur, e hudhën në bunar, por pasi ata u bën nevojtar për ndihmën e vëllaut të vet, Jusufi a.s. kur nuk u përmendi se çfarë i bën ata vëllaut të vet. Ata kur shkuan tek ai përderisa ishte përgjegjës i magazave të Egjiptit, ata i than inna lanaraka min al-muhsinin. Edhe shto pak nga lëmosha pasi i bën ato këmbimet e mallrave, sepse ne e shohim se ti je një njeri shumë bujar, shumë bamirës. Mirë po, kështu nuk than kur ai ishte i vogël dhe kur e njihni se ai ishte vëllau i tyre. Mirë po, vëllau i tyre e bëri një veprim që të mbante Benjaminin aty në mbretërinë e Egjiptit, dhe në ndërkohë than një thirrës doli dhe tha se nga ato mallra të cilat ju i keni marrë dhe ju e jeni duke i bartur, me siguri ka dikush që është vjedhës prej jush, ndaj duhet kontrolloheni. Në ndërkohë që bëhet kontrolli, duket se Benjamini ishte ai në atë barën e tij, kishte pasqen ai tasi i mbretërisë me të cilën matej gruri apo drithi. Kështu Jusufi a.s. kishte vendosur në këtë formë që të mbante vëllanet vet aty pranë. Në ndërkohë ata thanë, nëse ky ka vjedhur, ky e kishte edhe një villa tjetër përpara që vjedhte. Jusufi a.s. përgjegjësi i çështjeve ekonomike në vend, nuk e tha asnjë fjalë, meqense e dëgjoi nga gojët e vëllezërve të tyre, ai nuk tha asgjë. Shifni se si është një ndikim shumë i madh i një shpirti madhështor, i një shpirti të edukuar me iman dhe besim. Ai tha në vete, por atyre nuk ju tha, antum sharrum makana. Kështu e përcjell Kurani se ju jeni në një pozicion shumë të dobët. Ju jeni në një nivel shumë të dobët. Mirë po, s'kam çka bëj. Këtë e fshehi Jusufi a.s. dhe nuk u tha atyre, në ndërkohë që Kurani e barti dhe e përcolli tek ne. Tani, përse përmendi unë këtë element? Shikojeni se po nga i njëjti burim, se si i njëjti burim ndikon tek shpirtat të tjerëve, gjithsesi pejgamberi a.s. në ditën kur bëri çlirimin e Mekës, pas gjithë atyre luftrave që kishin shkaktuar mushrikët e Mekës, pas gjithë atyre torturave, pas gjithë atyre mynxyrave, pas shpërnguljes së Muhamedit a.s. me detyrim nga Meka në Medinë, ai kur çliroi Mekën, ju drejtua njerëzve të Mekës që ishin mbledhur, që ishin tubuar dhe tha, çfarë mendoni se sot do të bëj me ju? Kurse ata i than, ti je kerim, ti je bujar dhe je një vëlla bujar. Gjithsesi ata e dinin se çfarë shpirti bujarie kishte Muhamedi a.s. dhe ai në fakt tha, unë nuk do të them asgjë tjetër përveç asaj që tha Jusufi a.s. vëllezërve të tij. La tathriba aleikum al-yawm. Sot nuk ka qortim për ju. Idhhabu antum at-tulaka. Shkoni dhe jeni të lirë. Pra, do të thot njeriu për të ngritur shpirtërisht, të nderuar vëllezër e motra, varet nga ajo se çfarë konsumon brenda ditës, brenda javës, brenda vitit, brenda jetës. Jo vetëm nga ushqimet, por edhe nga fjalët, nga mendimet, nga pasqyrimet, nga shikimi i tij, nga gjithçka, nga opinioni i përgjithshëm, sepse edhe shoqëria është pjesë me të cilën neve marrim ndonjë me dashje pa dash disa nga elementet që futen brenda në shpirtin ton. Kështu, për pastrimin e këtij shpirti, Allahu xhaleshanu paska vendosur që ne namazin ta kemi inna salate kanet alil mu'minine kitaben mawquta. Vërtet namazi për besimtarët është një orar i mirëfillt, na e bën me dije neve se çdo ditë një besimtar kur t'i përgjigjet Zotit 5 herë në ditë, çdo mend se ai do t'i përgjigjet fjalës së Zotit edhe si mjek, do t'i përgjigjet fjalës së Zotit edhe si mjeshtër, edhe si avokat, edhe si çdo një lloj lëmie tjetër që me veprimtari të ndryshme me të cilat njerëzit apo ne dhe rrethi jon merremi, çdo mend se ky edukim, kjo ngritje, ky zhvillim etik e moral dhe shpirtëror do të ndikojë nëpërmjet këtyre ibadeteve që ne secili prej nesh fush veprimin ton, veprimtarin ton ta bëjmë më të mirë, më të saktë dhe
më përparimtare nga shkaku se jemi nga ata të cilët besojmë Zotin, njohim Zotin dhe punët tona t'i bëjmë nën vullnetin dhe dëshirën e Zotit dhe ashtu siç do të kishte dashur ai, kurse pejgamberi alayhis salatu wassalam na thot se Allahu xhalleshanu inna Allaha yuhibbu min al-abdi, Allahu don që robi i tij idha amila amalan an yutqina, që kur ta bëj një punë ta bëj të përkryer. Le të agjërojmë në mënyrë të përkryer. Le të falim namazin në mënyrë të përkryer dhe le të japim edhe zeqatin në mënyrë të përkryer. Le ta kryejmë haxhin në mënyrë të përkryer dhe le të vazhdojmë me këtë tempo gjatë gjithë jetës tonë, gjatë gjithë veprimtarisë tonë, për shkak se dashuria e Allahut është në natyrshmërinë të cilën ai e ka krijuar, kurse ne do të jemi më të dashur tek Zoti atëherë ku do të jemi më të natyrshëm në zhvillimin e ciklit dhe rrjedhës së natyrës, sikur që rrjedh uji, sikur që mbin bima, sikur që jep fryt pema, ashtu edhe ne do të jemi pjesë e kësaj natyre që të mirat e kësaj bote t'i jetojmë, t'i përcjellim tek ata që do të vinë pas nesh dhe insha Allah në ditë llogarie të shohim rezultatin e punëve tona. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. I them këto fjalë për ju dhe për mua duke kërkuar falje prej Allahut për ju dhe për mua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja jone fundit le të jetë falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve.